E thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall përzgjedh disa robër të vet që mi liru nga zjarmi i xhenemit. Edhe një gjë të tillë Allahu e bën në çdo mbrëmje të Ramazanit. Sot porosinë kemi, hajde vëlla. Ramazani është një treg, një pazar i madh. Shumë i madh. Që secili që hyn në të, pa marrë parasysh a ka mall me vete ajo. Ju thot besimtarëve në Ramazan, hajde. Ti që kur s'ke agjeru, hajde, filla agjera, shpëto, son të fitoje xhenetin. Ti që kur s'je fal, hajde, filla falo, son të fitoje xhenetin. Wallahi dhe billahi për Allahun, asgjë nuk është një besimtarit me adhuru xhenetin. Kjo është myshde nga Rabbul Alemini që i thret besimtarët me mëshirën e tij të gjanë të madhe, ju thot hajde. A e don vetëm ti të mirën, a ki qef vetëm me ju afru të mirës, mos u ndal, hec, afroju. Të që i kiri 100 boma, 100 zeza, tash hajde pendohu,